Nëse dikush do të thoshte se qytetërimi më i vjetër i Evropës nuk fillon në Greqi, as në Alpët e Zvicrës, apo në bregun mesdhetar, por pikërisht në Shqipëri, a do ta besoje? Nëse dikush do të rrëfente se para 8500 vjetësh, një popull ndërtonte shtëpi mbi ujë, prodhonte qeramik artistike, peshkonte dhe kultivonte tokën në brigjet e një liçeni që sot quhet Ohër, do të besoje se ishim ne, ilirët e lashtë, ata që hodhën themelet e parë të qytetërimit evropian. Sepse tani kjo nuk është më teori, është fakti dokumentuar. Në vitin 2025, historia e Evropës u trondit dhe fillimi i saj u zhvendos në Shqipëri. Nëse ndihesh krenar që historia e Evropës fillon nga kjo tokë ku rrjedh gjaku ynë, atëherë jepi një pëlqim kësaj videoje dhe abonohu tani në Histori Epike, sepse këtu ne sjellim të vërtetën nga dheu ynë, që për shekuj është heshtur. Mos e humb asnjë episod, sepse historia nuk ka qenë kurrë më e fuqishme se kaq. Në fshatin e vogël Buqez, pranë linit në brigjet perëndimore të liçenit të Ohrit, arkeologët zbuluan diçka të jashtëzakonshme. Një vendbanim palafit, i ndërtuar mbi shtylla druri, që daton plot 8500 vjet më parë. Ky nuk është një vendbanim do si do, ky është më i vjetri i këtij lloji në të gjithë Evropën. Ai është 2000 vjet më i vjetër se vendbanimet e famshme mbi ujë të Alpeve zvicerane, të cilat më parë mbaheshin si më të hershmet në kontinent. Zbulimi u realizuan nga një bashkëpunim i gjatë dhe i përkushtuar midis arkeologëve shqiptar dhe atyre zviceran, në kuadër të një projekti 4 vjeçar, nga viti 2021 deri në 2025. Të drejtuar nga Universiteti i Bernës dhe arkeologu i njohur profesor Albert Hafner. Sipas tij, ky vend është ndër më të rrallët në të gjithë Evropën. Ky është vendbanimi më i vjetër i zbuluar ndonjëherë në kontinent me materiale druri dhe organike të konservuara. Dhe ajo që e bën edhe më të veçantë është fakti se gjetjet janë të pasura dhe të mirë ruajtura. Në Buqez nuk u gjet vetëm një fshat i lashtë, u zbulua një dritare në jetën e njeriut të epokës neolitike, e cila deri tani ka qenë thuajse e padukshme për shkencën. Arkeologët gjetën shtylla druri që përbënin themelet e shtëpive palafite të futura në shtresa të thella të liçenit. Qeramik të tipit impreso e dekoruar me motive të shtypura, një nga teknikat më të hershme të poqarisë në Gadishullin Ilirik. Vegla pune prej guri, kockash dhe briri, të cilat dëshmojnë për bujqësi, peshkim, prerje druri dhe punë artizanale. Kocka kafshësh të zbutura që tregojnë se njerëzit kishin filluar të bënin domestikimin e bagëtive. Unaza të shumta mbrojtëse, të paktën 5 struktura të ndërtuara rreth e qark qytezës që kishin funksion mbrojtës dhe ndoshta edhe shoqëror. Dendrokronologji funksionale. Për herë të parë në historinë e kërkimeve të Ballkanit të sotëm, unazat e pemëve të linit përputhen me ato të Ohrit, duke mundësuar datimin me saktësi milimetrike. Vendbanimi Lin 3, siç është quajtur, mbulon një periudhë jetese prej mbi 2000 vjetësh, duke ushtrirë nga viti 6000 deri në atë 4000 para erës dhe përmban të paktën 10 deri në 12 faza ndërtimi, që do të thotë se aty nuk jetoi vetëm një brez i vetëm, por brez pas brezi për 2000 vjet. Popullata zhvilloi jetën e saj në të njëjtin vend. Zbulimi i linit nuk është vetëm një lajm arkeologjik, është një rishkrim i historisë evropiane.
Deri tani, teoritë kryesore për qytetrimin në Evropë fokusoheshin në 3 zona: Greqi, Mesdhe dhe Alpet Perëndimore. Por ky zbulim vendos gadishullin ilirik në qendër të skenës, aty ku i takon. Ky vendbanim dëshmon se në gadishullin ilirik kishte jetë të organizuar mira vjet para qytet-shteteve greke. Bujqësia, prodhimi i qeramikës dhe organizimi shoqëror ishin të përparuara shumë herët nga se besohej më parë. Njerëzit e kësaj zone jo vetëm që mbijetonin, por krijonin, mbronin veten dhe ruanin informacionin ndër breza, një shenjë e qartë e qytetrimit. Nëse Evropa do të kërkoj origjinat e saj të vërteta, ajo duhet i kthej syt nga Ballkani, ose më sakt, nga Iliria. Ky vendbanim është dëshmi e qartë se kultura ilire ka rënjë shumë të thella se sa kanë dashur të pranojnë shumë studiues të huaj. Ky projekt u bë i mundur fal bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet arkeologëve shqiptar dhe atyre zviceran, një sinergji që u vlerësua lart nga shumë institucione. Ambasadorja zvicerane në Shqipëri, zonja Ruth Huber, theksoi rëndësinë e projektit. Ky zbulim nuk është vetëm një arritje shkencore, ai është një urë e re bashkëpunimi ndërmjet 2 vendeve tona dhe një mundësi për të rritur kapacitetet kërkimore të Shqipërisë. Projekti tashmë ka zgjuar interes të gjerë në qarqet akademike ndërkombëtare. Universitetet nga Franca, Austria dhe Gjermania kanë shfaqur interes për t'u bashkuar fazës së dytë të kërkimeve, e cila do të nisë në vitin 2026. Vendqëndrimi i linit pritet të kthehet në qendër studimore për historinë e hershme evropiane me potencial për të qenë trashëgimi botërore në mbrojtjen e UNESCO-s. Tani, më shumë se kurrë, është koha të reflektojmë për pasurinë që kemi mbi dhe nën tokën tonë. Historia jonë nuk fillon me pushtimet osmane, as me epopejën e Skënderbeut, e madje as me perandorinë romake. Ajo fillon shumë më thellë. 8500 vjet më parë, në brigjet e një liçeni të qetë që ruan kujtesën e një qytetrimi të lashtë. Ky vendbanim nuk është vetëm një vend arkeologjik, është krenaria jonë kombëtare, është provë e asaj që shpesh është heshtur, që shqiptarët nuk janë thjesht pasardhës të një populli të lashtë, por ndoshta vetë populli që hodhi themelet e qytetrimit në Evropë. Dhe kjo nuk është vetëm çështje gërmimesh, është çështje identiteti. Nëse kjo histori të rënqethi dhe të bëri të ndihesh më i lidhur me tokën ku ke lindur, atëherë pëlqeje këtë video. Shkruaj në komente mendimin tënd. A duhet ky vend të bëhet pasuri botërore? Dhe më e rëndësishmja, abonohu në kanalin ton Histori Epike. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.